Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Raporti i Komisionit Evropian vijon të bëjë thirrje Maqedonisë së Veriut të përmbush detyrimet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në raportin e KS thuhet se Maqedonia nuk ka ndërmarrë hapa konkret për fshirjen e bullgarëve në kushtetues, siç parashihet nga marrëveshja për fqinjësi të mirë. Në raport përmendet dhe zbatimi i marrëveshjes së Prespës me Greqinë, por theksohet se kërkohet vullnet i mirë nga të gjithë palët. Komisionerja për zgjerim e renditi shkurt Maqedoninë e Veriut me Bosnjën dhe Kosovën dhe tha se nuk është shënuar progres. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Progres nuk është shënuar gjatë vitit të fundit në Maqedoni, Bosnjë, Hercegovinë dhe Kosovë, dhe arsyet për këtë janë të ndryshme. Komisioni do të vazhdojë të mbështesë në përpjekjet e tyre drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Martakos. Në raport thuhet gjithashtu se vendi ka vazhduar të punojë në udhërrëfyesit për sundimin e ligjit, reformat në administratë, funksionimin e institucioneve demokratike, si dhe në planin e veprimit për mbrojtjen e pakicave. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Mickoski, në Bruksel informoi presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, mbi pozicionin e vendit të tij në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian. Ai tha se biseda ishte miqësore dhe produktive dhe përveç çështjeve të integrimit, u diskutua dhe tema si interkonektori i gazit me Serbinë, dega drejt Kosovës dhe tarifat për çelikun. Повторно разговаравме за актуелните теми, нормално приближувањето на нашата земја кон Европската унија и конечно формалното отпочнување на преговорите. На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото, изминативе 25 години откако практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската унија. Në takim ripërsëritën plotësisht pozicionet tona të vetme që janë pozicione të denja pas të gjitha poshtërimeve që na kanë ndodhur në të kaluarën gjatë 25 viteve të fundit, që kur praktikisht filloi ky rrugtim i afërt me Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski. Opozita e Maqedonisë së Veriut akuzon qeverinë se kapitali politik që po ndërton me narrativa ksenofobe dhe komoditet provincial ballkanik nuk mund të japë rezultate që i njeh Bashkimi Evropian. Deputeti i LSDM-s Fatimir Bytyçi, në lidhje me raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, tha se Unioni po i dërgon një mesazh të qartë ekonomisë se i mungon një metodë besueshme që nënkupton që rregullat, procedurat dhe masat me të cilat bëhen politikat ekonomike janë të qarta, publike dhe zbatohen vazhdimisht në mënyrë që rezultatet jenë të parashikueshme dhe të verifikueshme dhe jo të improvizuara. Ai thekson se raporti tregon qartë se politika fiskale bazohet në supozime optimiste, rekomandimet nga dialogu ekonomik evropian po zbatohen në një masë të kufizuar dhe ndërhyrjet në pavarësinë e institucioneve kryesore krijojnë pasiguri. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, kërkon nga partitë politike fillimin e diskutimeve për kodin zgjedhor. Në një takim me koordinatorët e grupeve parlamentare ku u konstatua se ndryshimet duhet miratohen me një marrëveshje konsensuale, ai tha se për këto zgjedhje pam se ka mangësi, u shfaqën probleme me financimin e partive dhe prandaj duhet të bijem dakord për të gjetur një zgjidhje të re. Për datën e shpalljes së zgjedhjeve në 4 komunat ku arrit pragu, Gashi tha se duhet të harmonizohet që ato të mbahen brenda mandatit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili skadon më 15 janar. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut hap debatin publik për listën e re të propozuar të librave letrar për arsimin fillor. Ato ftojnë të gjitha palët e interesuara, mësuesit, shërbimet profesionale dhe faktorët e tjerë në arsim të përfshihen aktivisht në përcaktimin e një liste bashkëkohore gjithëpërfshirëse dhe cilësore të librave që do të përgjigjet nevojave reale të nxënësve dhe procesit mësimor. Ministria e Arsimit në faqen e saj zyrtare publikoi listën e propozuar të librave duke theksuar se nevoja për përditësim të saj vjen nga synimi për përputhje të vazhdueshme të përmbajtjeve mësimore dhe qëllimet bashkëkohore arsimore, karakteristika zhvillimore të nxënësve dhe kontekstin e tyre social dhe emocional. Rajoni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë kërkon nga Prishtina të bëjë më shumë progres në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe lirisë së shprehjes. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Albin Kurti, Ajavo Orap, teksa bëri një përmbledhje të shkurtër të progresit, nënvizoi fushat ku reformat nuk janë përfunduar. Sipas tij, duhet bërë më shumë në luftën kundër korrupsionit që vendi të ketë një treg konkurrues dhe një administratë funksionale. Liria e shprehjes duhet të përmirësohet, duhen ligje të reja për Komisionin e Pavarur për Mediat dhe për buxhetin për transmetuesin publik dhe po ashtu tha se është urgjente që të miratohet strategjia kundër korrupsionit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo ndalë tek përparimi i vendit në 6 fusha kryesore. Functioning of the judiciary,
capacity to cope with competitive pressure and market forces, social policy and employment, transport policy, food safety and external relations. Funksionimi gjyqësor, zhvillimi social, politikat e transportit, siguria e ushqimit, marrëdhëniet me jashtë dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale, deklaroi Ojavo Arav. Duke folur për masat ndëshkuese të vendosura nga bloku në vitin 2023, Orav konfirmoi heqjen e tyre graduale. From May this year, the European Commission has taken the first steps to gradually lift the measures. The next steps remain conditional on sustained de-escalation in the north. The Commission intends to further lift these measures, provided an orderly transfer of local governance in the north when it's achieved and following the local elections, and de-escalation should be sustained. Ato kanë nisur që në maj të hiqen në mënyrë graduale, megjithatë për heqjen e tyre duhet bërë transferimi i pushtetit lokal në veri pas përmbylljes së zgjedhjeve lokale dhe uljes së tensioneve. Në lidhje me stabilitetin politik, ky vit konsiderohet i humbur për Kosovën. And in this regard, unfortunately, it has been a lost year. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Kosovë, Ojavo Arav. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Terras, e përshkroi vitin e kaluar si të trazuar dhe u bëri thirrje institucioneve të Bashkimit Evropian të heqin masat kufizuese. Ai theksoi se Kosova ka treguar qëndrueshmëri dhe përkushtim duke ruajtur rendin publik, paqen dhe vazhdimsinë demokratike, dhe se është e gatshme të bashkëpunojë me institucionet evropiane. Ne duhet të përgjigjemi me të njëjtin guxim dhe qëndrueshmëri politike të Terras. Raporti i progresit përdoret si bazë për vendimet e ardhshme të Bashkimit Evropian lidhur me integrimin e Kosovës. Lauk Konjusa nga Lëvizja Vetëvendosje merr mandatin e presidentes Kosovës për formimin e qeverisë së re. Vjosa Osmani deklaroi para mediave se kushtetuta e detyron të mandatojë një tjetër kandidat të mundshëm për kryeministër që garanton shumicën e votave të deputetëve. Pra diskrecioni i kreu të shtetit vjen në shprehje vetëm në rast se ka më shumë se një propozim. Në rast se më shumë se një parti kërkojnë që ta kenë mandatarin. Në rastin konkret, nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Lauk Konjusa. Sipas kushtetutës, mandatari ka 15 ditë afat për t'i prezantuar kuvendit për bërjen e re të ekzekutivit, që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të zgjedhur. Mandatimi i zotit Konjusa është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidencia të ruajë stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, nuk parashikon ndonjë mundësi bashkëpunimi me partitë e tjera opozitare. Sipas Kurtit, me këtë vendimarrje do të krijohet mundësia që partitë të dëshmojnë si interesi i shtetit është mbi interesin partijak. Ne dërguam tek zonja presidente e Republikës, Vjosa Osmani, emrin e Lauk Konjucës, ish kryetarit të kuvendit, nën kryetarit të parë të subjektit ku jam kryetar, që të bëjmë edhe një tentim për formimin e qeverisë në mënyrë që mos të ketë dy palë zgjedhje për pak muaj, dhe përveç kësaj, me qenë se opozita po thotë se kurse se nuk pranon të votoj buxhet të qeverisë në detyrë, ndonë se ne e kemi bërë këtë kur ishte kryeministër Abdullah Hoti, atëherë ja leta kemi një qeveri e cila nuk është më në detyrë, po e votuar në Kuvend të Republikës dhe leta kalojmë buxhetin. Po të ishte parakusht gjashtën e nënshkrime që të tentohet herën e dytë të formohet qeveria, nuk do të kishte pasur kuptim afati 15 ditor i cili ekziston për herën e dytë. Abelar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës deklaron se nuk ka vot për Lauk Konjucën si kryeministër. Ai nënvizoi se 10 herë në votime të ndryshme është dëshmuar se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka partner dhe nuk ka arritur ta formojë një shumicë parlamentare, qoftë me mandatimin e ish-kryetarit të kuvendit. Vota ndaj tij është vot ndaj Albin Kurtit, pra nuk dallon asgjë tha Tahiri. Për ne si kryeministri Kurti që është në ikje ashtu sikurse kryetari Konjusa janë të njëjtët, nuk i dallojmë, nënvizoi deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Kundër Konjusës është edhe kryetari Nismës. Fatmir Limaj tha se nuk do të votojnë këtë qeveri të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Sipas Limaj, këto veprime të vetëvendosjes janë llogari elektorale për të dielën dhe pas së dielës. Ne nuk i votojmë, këto agenda partijake elektorale s'kan absolutisht asgjë interes shtetëror, deklaroi Fatmir Limaj.
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është kundër mandatit të Glauq Konjufsësh si kryeministër. Deputeti i Aleancës Daut Haradinaj tha se presidenti Osmani është duke vepruar në shërbim të Albin Kurtit. Sipas Haradinajt, Osmani ka vendosur të kryejë favore për Kurtin duke e mësuar atij që zgjedhjet të mbahen në fund të këtij viti. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Ojava Orav, tha se shpreson që së shpejti Kosova të ketë një qeveri të re në mënyrë që të punohet me të për të zbatuar rekomandimet e raportit të progresit për këtë vit. Gjatë një konferencë për mediat, pasi dorëzoi raportin e progresit kryeministri i detyrë Albin Kurti, Orav tha se për shkak të ngërçit politik, Kosova e humbi një vit. Let me say it very clearly. To help you to progress on the European Union integration path, we need partners. We need a government to cooperate with, a government leaning on a strong majority in the Assembly, able to advance fundamental freedoms for the benefit of the people of Kosovo. Le ta themi qartë, për t'ju ndihmuar ju që të bëni përparim në integrimin evropian, na duhen partner, na duhet një qeveri me të cilën do të bashkëpunonim me një shumicë në kuvend, e cila është e aftë të përparojë liritë themelore në të mirë të popullit të Kosovës. Në këtë drejtim, fatkeqësisht ka qenë një vit i humbur, deklaroi Ojava Orav, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë. Albin Kurti, si udhëheqësi i partisë fituese të zgjedhjeve të 9 shkurtit më 26 tetor, dështoi të merrte mbështetjen e kuvendit për formimin e ekzekutivit. Partia e tij ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit, por nuk ka siguruar ulëse të mjaftueshme në kuvend që do t'i mundsonin që të formonte qeverinë pa bashkëpunim me partitë e tjera. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, PDK-ja ka fituar 24 ulëse, LDK-ja 20, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5 dhe 3 deputet ka Nisma Social-Demokrate, që në zgjedhje garojnë në listë përbashkët me Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Lista serbe ka 9 nga 10 ulëse të garantuara për minoritetin serb, një ka partia e Nenad Rashiqit dhe 10 ulëse të tjera i kanë fituar përfaqësuesit e minoriteteve të tjera. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian kritikon Shqipërinë për progresin e munguar në drejtim të mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, mungesës së konsultimeve publike dhe sfida e funksionimit të institucioneve demokratike përmes polarizimit politik si dhe korrupsionit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, teksa i dorëzoi kryeministrit Rama progres raportin për vitin 2025 të Shqipërisë, ndër të tjera u ndal tek sfidat me të cilat përballet sot vendi. Raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, ligëshyerjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Nuk munguan dhe kritikat në përdorimin e burimeve publike gjatë zgjedhjeve duke çuar në pabarazi në garë. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit bashkues të OSBE-Odirit, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësi të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Sipas raportit, Shqipëria është e përgatitur në luftën e krimit të organizuar, në një kohë që është krijuar një zyrë për rikuperimin e pasurive prej nga ku priten rezultate konkrete. Kryeministri Edi Rama shpreh bindjen se në progres raportin e vitit 2027 Bashkimi Evropian do të rekomandojë antarësimin e Shqipërisë në Union. Sipas kryeut të qeverisë shqiptare, raporti thotë se Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruajë rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Opozita shqiptare vjon akuzat ndaj qeverisë pas nisjes së hetimeve nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balloku. E qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, Edi Rama, Edi Rama, sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur të vendoste Lubi Balloku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për presion mbi media dhe heshtje të organizuar ndaj zëvendës kryeministres. Në konferencë shtypi pas një super skandali të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë, nuk ka akt akuz më të rëndë sesa kjo.
nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat se sa kjo, si mund. Ndërsa thirrja ndaj demokratëve është për të rrëzuar qeverinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.